miqtë e mi, ne kemi ftuar një grua që për mua ka bër një përmbysje të madhe dhe është e para që ka tentuar dhe ka provuar për të thënë të vërtetat e këtij vendi. Dhe i ka thënë me një modesti, i ka thënë me një përkushtim, i ka thënë me një thjeshtësi, që ne na ka bërë që të gjithëve që ta duam më shumë vendin tonë, që të përpiqemi më shumë, që të dashurojmë më shumë natyrën, që të dashurojmë punën, që të dashurojmë traditën tonë. Është Alma Çupi. Mirë se ke ardhur, Alma. Mirë se gjeta. Është sinqerisht kënaqësi. Mos ta vlerëso. Lutës ishin të merituar. Ti je një emër i përveçëm, unë e urej kur të quaj njerëz gazetare, se ti nuk je gazetare. Ti je shumë brenda një shpirti. Ti je eksploratore, ti je zbuluese, ti je promovuese, dhe ti të ta them se ti e di çfarë gazetare jam unë, pa ngjyra, pa furçe. Ti je vajza që ke hapur shumë vende pune në industrinë e teknologjisë së informacionit. Ti je bërë modeli shumë vajza dhe djemve të tjerë, të cilët dikush të imiton, dikush të ka xhan dhe ecën në gjurmët e tua. Ti je ministria, nuk e di, jam i sigurt që edhe Gjergji do më plotësoj, nuk mbajnë më njerëzit asnjë emër ministër bujqësie apo turizmi, saç mbajnë mend emrin tënd, apo jo. Ti je jugu dhe veriu, ti je Shqipërisë mesme, Bagdadit të Malit. Alba me thon tash që mos rrim të recitojmë, me thon drejtën, ti je fryma e këtij veni, je fryma e gjithë njerëzve që ndrojnë për të bërë diçka modeste, diçka me shpirt në këtë vend. Dhe Almën e kthyem nga rruga, se nuk e di ku ishe. Unë isha në Pyllin e Rajcës, është një nga pyjet më të bukura me drurin e aut, janë 2100 hektar të ruajtur nga UNESCO, janë pyje qindra vjeçare, edhe në fakt janë bërë gati këtu, se hoqa atë golfin e Leshit, ato tutat, ato atletet e Malit, edhe rregullova që ku bëra pak njëri. Atë kapi bllokimi i rrugës. Edhe bllokimi i rrugës dhe mbajtëm nga rruga e Dardhës. Dardhën unë e kam filmuar shumë vite përpara, se dhe pylli i Dardhës është dëmtuar shumë, është prerë në mënyrë masive, por kishte filluar të rigjeneroj. Mua më vjen mirë që jam në këtë tavolinë, rreth parë me ty, Gjergj, që unë të njoh familjarisht dhe ti je familja ime, bashkë me Rozafën, bashkë me Mimikën, një mama të mrekullueshme, ka qenë idhull Lion si aktore, se unë kam marrur për dramë, por edhe mikesha ime, edhe çdo gjë që bëhet sot, bëhet me dashamirësinë për t'i dhënë një zë këtij vendi. Edhe këtë vend do ta bëjmë ne. Që do thotë, do ta bëjnë ata njerëz që ndoshta nuk kanë hapësirën televizive, por fal televizionit Klani është dhënë kjo mundësi televizive, dhe rrjeteve mia sociale, janë njerëz krejt të zakonshëm, po bëjnë gjëra të jashtëzakonshme. Ata bëjnë një bujtin, bëjnë një restorant, mbajnë 5 dele, ku di unë, 5 dhi, duan të ndërtojnë jetët e tyre aty. Dhe kur shikon që në këtë përpjekje janë lënë krejt vetëm, mua realisht më vjen keq. E vetmja gjë që ne mund bëjmë është që t'u japim zënë për televizione, që të paktën njerëzit të shkojnë dhe të blejnë produktin e tyre. Kjo është çka mund të bëj unë për momentin. Mirë është të ishte një strategji, sepse unë po shikoj zona e Rajcës, për shembull, që ka 4 fshatra, po braktiset në mënyrë masive. Për shkak të mungesës së rrugës, për shkak të mungesës së shkollave, dhe njerëzit po zbrecin në pjesën e poshtme të Rajcës. Kështu që siç ka bërë. Unë nuk jam dakord për mungesën e shkollave këto, sepse unë jam pjesë në prenja se një investimi, mase i vetmi. Për sa i përket industrisë peshkut që ka pak njerëz, dhe unë në Rajcë shkoj shpesh dhe kam pa shkollat mrekullueshme dhe rruga më thon drejtën deri aty tek Hargu që është ajo e Skënderbeu. Skënderbeu, po. Rruga është e kryer. Por unë kam përshtypjen Alma që duhet t'i themi gjërat më troç dhe kjo tavolinë këtu që është iniciu për t'i thonë gjona troç. Dhe për t'i thonë gjonat, Alma, unë vajta 60 vjeç, punoj gjithë ditën dhe kur dalin dhe më marrin në analistë, opinionistët e mëdhej që krijojnë këto opinione lart e poshtë, harojnë që pasuria ime dhe forca e fjalës time është sepse unë jam njeri i lirë, Alma, jam njeri i lirë si ty, jam njeri i lirë si Blend Mane, jam njeri i lirë si ai tjetri që ne duhet marrim këtu si i lirë Demalia ose si Syçi. Tashi kjo punë bëhet me liri. Po njerëzit që janë të lirë
dhe njerëzit që kanë një trashëgimi kulturore, janë njerëzit që preken më shumë se çdo njeri tjetër. Dhe të gjithë ata njerëz atje në rajs ose në përmalësitë ndryshme, janë njerëz shumë të virgjër, që nuk mund të pranojnë dot komportimin e pushtetit lokal. Dhe unë mendoj që Chelsea, për t'i dhonë një shtytje të madhe kësaj paketës males, që mu më duket dhe në pritë vërtetës, mu më duket genialitet paketa e maleve. Sepse ti kthesh njerëzit tek tokat e tyne, tek kudhat e tyne, tek ëndrat e tyne, sepse aty kanë lindë, dhe t'i japësh mundësi që t'i zhvillojnë, është geniale. Por problemi është, Alma, që pushteti lokal është kap nga burokrat, të cilët krijojnë opinione nga tallavaja, dhe të cilët vetëm flasin dhe nuk bëjnë asgjë sepse nuk ndjejnë asgjë. Sepse e vërtet atyne është e vërtet që nuk ishtë bërë prova. Ndërsa këta që thoni ju, njëri ka 50, tjetri ka 2 lop, tjetri ka i kull, janë njerëz që e kanë zjerë bukën e gojës me sakrifisë madhe. E kanë zjerë nëpërmjet vërtetës, nuk e kanë zjerë më nëpërmjet rrenave. Dhe unë pranej insistoj që kjo tavolin këtu do të kthehet në një motor për t'i dhonë një impuls shumë të madh njerëzve që punojnë, njerëzve që prodhojnë. Dhe këtu do t'jem personazhe nga më të ndryshme, pranaj fillum me ju, Alma, se je një inspiratore shumë e madhe e opinionit publik dhe i bën gjërat me kaq shumë shpirt. Sa po jep një vlerë jashtëzakonisht të madhe të gjithë këtij promovimi dhe të gjithë asaj ku duam të shkojmë ne. Por përveç asaj që ju promovoni, gjatë rrugës tuaj në të gjithë Shqipërinë, janë ndesh me probleme. Të lutem, unë du të dëgjoj ato probleme që ju keni një gjuhë nga katonarët, nga malsorët, nga njerëzit kudo që shkon në për pika prodhimi. Kush janë ato probleme që duhet ngrenë pesh qeverinë për t'i stimulu këta njerëz që kanë dëshirë të punojnë, sepse duhet kthehet dëshira, po duhet kthehet nëpërmjet mundësive kush i ka në dorë, i ka pushteti lokal. Atëherë unë duhet dëgjoj këto gjëra, Alma. Më fal se po falet tonin tim, se unë jam. Kam një pyetje, nga Tirana Elbasan Maliq ke lëviz vend tjetër? Unë? Në të gjithë malësitë. Ku? Në të gjithë malësitë. Ata rajtë njëherë njoft plom për plom, atë pyll që the. Po ti s'ke qenë atje se pyeta unë. Unë s'kam qenë, në të gjithë katunet kam qenë deri në fund në kufi me Maqedoninë që është gjithë rruga gjatë e Maqedonisë. I ke taku Kam pa venet ku bëhet kontrabanda lopëve, kontrabanda viçave, kontrabanda ashashit, mi kanë shpjeguar që të gjitha se ku jon venet, i kam taku banorët, i kam taku që të gjithë. Dhe më thonë, vëmendja e njerëzve për të na hap rrugën. Ne na kalon mrapa. E njëjta gjë është nga marrësia e librazhit në sipër, po fati mollë që në librazh dhe në Prenjas janë 2 kryetar bashkie, tashti që e kanë kap në dorë, ky është çakmak të hap dorë dyrët, është investitor, thot futuni boni, krau tjetër këtë që lidh me dibrët. Nuk kam lënë Majmali, nuk kam lënë Katun pa qenë. Dhe kryevepra më e madhe që njerëzit duke njohin është këtu përballë meje, te këto male këtu përballë, që futesh në librazh dhe del tu në polis. Është një parajs. Janë ato fusha, ato kodra në majtë malit, janë të pa imagjinueshme. Janë gjona që unë nuk i kam parë në Zvicër, e kupton. Por kjo punë, Alma, do përkushtim dhe dashuri, ndërsa këta njerëz që emërohen nuk dalin prej zyre. Kjo është historia. Alma, ti udhëton shumë aq shumë sa besoj edhe koha të sham ndonjëherë që po më masakron më Alma, çfarë po bën? A kemi vërtet 2 Shqipëri? Tiranën ekstravagante me luksin e shfrenuar dhe Shqipëria tjetër më e varfër, më e injoruar dhe më e abandonuar? Unë do thoja që Shqipëria nuk është e varfër, sepse Shqipëria është e bekuar nga Zoti. Do me thonë dhe një familje që nuk ka asnjë lloj të ardhure, mjafton të mbjellit një bim edhe të çel, sepse këtu ka ujë, këtu ka një klimë të jashtëzakonshme që është mesdhetare. Ne nuk po flasim për varfërinë, ne po flasim për varfërinë shpirtërore, Blendi, lutem. Po. Edhe varfëri investime dhe shpirtërore, sepse Blendi e pati këtu se ne shpesh herë bëjmë debate dhe më thonë që të gjithë luc pse do ta mbyllësh jetën tate në Katun. Unë jetoj këtu midis fabrikave, ti e di.
dhe i them, jam më qytetar këtu mes këtyre njerëzve, mes këtyre katunarëve të mi, sepse janë njerëz thjesht, janë njerëz të vërtet, se sa në Tiranë, që ka shku gjithë llumi i katunit dhe është kthy në një katunari të madhe, në megalomani të madhe, që nuk kanë asnjë vlerë morale, as vlerë shpirtërore. Të nuk mund ta themi, se kryeqyteti i botës thith pjesën më të madhe të popullatës, sepse kryeqyteti ofron mundësi punësimi, ofron mundësi jetese shumë më të mirë për familjet. Ka kopshtet, ka qerdet, ka shkollat, duhet të jemi dakord që për vlera në mënyrë figurative. Domethënë në Tiranë njerëzit nuk shkojnë për të bërë, shkojnë ndoshta si thojza si llum, por shkojnë për të marrë një tjetër dimension të jetuari. Alma, një pyetje kam unë, që do t'i kthehem prapë. Në të gjithë këto vizita që bën, kush është kryefjala e njerëzve të thjesht që ju keni taku me ato investime modeste? Kryefjala e njerëzve të thjesht është sepse sot që flasim, ne kemi disa njerëz që janë heronj, që rrinë nëpër maja malesh, që mbajnë bakti dhe nuk kanë asnjë lloj ndihme. Jam shumë dakord me paketën e maleve dhe është një ide gjenjale paketa e maleve, por ne duhet të veprojmë tani, që do thot njerëz të cilët e kanë lidhur jetën e tyre me malin, çfarë mund të ndihmohen. Pastaj të mendojmë se çfarë mund të bëhet më tutje për paketën e maleve. Këta njerëz janë komplet të lënë jashtë hartës territoriale. Kur them territoriale, jashtë bashkisë, jashtë mundësive për të mirëmbajtur një rrugë që shkon deri, po flas për malet e Dibrës, malet e Kuksit, malet e zonat e Tropojës, pjesën malore të Tropojës, pra që kemi stane dhe pushteti lokal, unë do thoja që është totalisht inekzistent. Përsa i përket menaxhimit të mbeturinave, mirëmbajtjes së rrugëve që shkojnë deri në mal, pra nuk them të shtojnë me asfalt, por rrugat çdo vit, në kohën e shirë, mbarojnë shirat, duhet të stabilizohet, sepse ata çojnë baktin, çojnë gjithë bazën materiale të saj. Domethënë, këta njerëz janë heronjt, që ne duhet i shikojmë, duke i çuar një tanker për ftofjen e qumshit, duke i krijuar mundësinë një baxhoje, dhe këta njerëz janë lënë komplet në harres, që do thotë, nëse ne i lejmë këta njerëz në harres, fëmijët e tyre nuk e trashëgojnë më zanatin e tyre, sepse unë kam taku barin që janë 60 vjeç, që më thonë, mua shteti më ka lënë jashtë harte, bashkia. Fëmia mua nuk më vjen. Atëherë ky 60 vjeçari sot që e ka dëshirë të rrinë atë territor, çfarë do bëhet sot për të? Para se të flitet për paketën e maleve. Sot që flasim nuk është bërë asgjë. Alma, prandaj po të them dhe unë që gjithë problemi për mua është pushteti lokal. Dhe unë po të marr një shembull. Një shembull shumë pozitiv, shumë të mirë në Shqipëri. Po të marrë mrizin e zanave, që unë i kam vu këto vera tu, një roze, një të bardhe, një të kuqe, dhe du ta promovoj dhe në restorantin tim 3 që do të hap, unë do të kem vetëm artikuj shqip, që nga vera, nga djathi, nga çdo gjë, dhe peshku sigurisht që është bio, nga çdo gjë. Tashti, a ka model më të mirë se mrizi zanave? Nuk ka. S'ka. Tashti, kjo rruga këtu që keni shku ju, që është një mrekulli, me ato pyje, me ato mrekulli, ka disa stane me bakti, apo jo? Po mirë më tash, duhen t'jenë sa burrat mençëm që brenda asaj rruge t'i bëjnë 2 investime të forta, ku edhe tradita aty në veneve, edhe ushqimi dhe menuja duhet jenë mbështetura te tradita, apo jo? Këta burra duhet jenë të pushteti lokal apo pushteti lokal duhet të integrohet, duhet të frymëzojë njerëzit, se po nuk i frymëzojë njerëzit, po nuk i intrigojë njerëzit, që ketë mundësi të bëjnë investime. Dhe unë njoh restorante për shembull në Shqipëri që punojnë jashtëzakonisht fort dhe punojnë me tufat e zonës, që marrin djathin, marrin gjizën, marrin ku ta diun se çfarë, 3-4 artikuj, marrin mishin dhe punojnë me të gjitha të zonës. Për shembull, janë 2 restorante këtej nga pjesa e Stërblevës. E ke parasysh kur gjitesh sipër? Ato janë të 2 restorante që funksionojnë 100% me artikujt e zonës, që nga patatja, nga historinat e verdurave, nga historina e mishit, e qumshit, e djathit, e gjizës, që e bëjnë gjizën me vezë, e ke parasysh me vezë, janë 100% të zonës. Tash unë kam përshtypjen që kjo lloj fryme i takon këtyre njerëzve të pushtetit lokal, ndryshe për çfarë janë këta kokra kanari? Në qoftë se këta nuk nxisin impreditorët, që të shkojnë të bëjnë këto investime dhe të bashkojnë të gjithë prodhimin e zonës, që të kenë mundësi njerëzit kthehen te tradita dhe ta provojnë ato mrekullinën, ato pyjen, ato gjona. Çfarë bëjnë? Më fal, çfarë bëjnë?
bëjnë shkollën, po shkolla në Rajë si shumë e mirë, nuk e dija e ke pa. Aty Mununaz, aty shkolla re. Po a ka në zonës? Ka pak në zonës. Po pse ka pak në zonës? Se nuk ka shpresë. Po pse nuk ka shpresë? Se nuk ka investime. Po pse nuk ka investime? Sepse këta njerëz nuk din drejtojnë. Këta njerëz nuk din frymëzojnë. Atëherë si i bëhet? Vetëm me almën që promovon. Edhe unë jam një nga njerëzit që më kemë promovu dhe të jam mirë njos dhe të ulen për promovimin e parë, se unë s'kom ditë që janë rrjetet sociale. Masi kemi bërë emision bashkë, qoftë se të kujtohet, unë kuptohet që janë rrjetet sociale dhe tash po filloj edhe unë të rrjetet sociale të promovoj punën time, të promovoj problemet, dhe siç kemi bërë këtë tavolinë që të ngrejnë problemet e ndryshme. Por duhet që mos bëjmë kompromis me të vërtetën, duhet i themi gjonat ashtu siç janë, pavarësisht se njerëzve nuk i vjen mirë kur i njohin. Por ama duhet i themi siç janë, sepse ky grup njerëzish që bëjnë tallava darkë për darkë, që nuk i shef më njeri, sepse çojnë ujit e Bledit e Almat e tjetrit e tjetri, nuk i shef më njeri. Duhet shohin këto tavolina, që duhet mblidhet prodhuesi, që duhet vi Alma, që duhet vi kryetar bashkie që nuk ka komplekse, që të thotë që po, ky problem është shu, ose ky problem është shu, ose ky problem është shu. Pse? O Gjergj, Shqipëria është një vajzë e bukur, që i mungojnë damarët e gjakut, damarët janë rrugët, dhe kur nuk qarkullon gjaku, zemra në një moment ndalon, dhe kur ndalon zemra, trupi i një vajzë të bukur bëhet i bardhë, pastaj fillon edhe bëhet i zi, edhe bëhet, dhe ne jemi në këtë fazë. Ti nuk del dot nga Tirana. Ti do një orë të dalësh nga Tirana. Nuk del dot, sepse Tirana është rritur vertikalisht, por nuk është menduar si do lëvizet horizontalisht. Këta njerëz që do jetojnë në mënyrë vertikale, si do dalin nga këto godina vertikale, si do lëvizin. Ti nuk ke transport publik, ti nuk ke trena. Ti po zhvillohesh në mënyrë të fantastike, dhe unë jam pro zhvillimit, dhe jam pro gjitha buildingjeve, godinave të larta që po bëhen, por si do dalin këto njerëzit nga këto godina, ku do parkohet, si do lëvizet. Pra ti nuk del dot nga Tirana, ti nuk del dot nga Lezhë, ti nuk shkon dot deri në rrugën e Kuksit, si bie rruga e Kombit. Ti nuk del dot nga Elbasani, ti do një orë të dalësh nga Elbasani, një orë të dalësh nga Librazhdi, pastaj bllokohesh në Prenjas, pastaj bllokohesh në Mokër. Nuk arrin dot shkosh të Pogradec. Dhe sot që flasim, turizmi është lëvizje, është damar gjaku. Alma, sot që flasim ne, kemi qenë bashkë të dy dje, kur as të mundësi dhe as të rrugë nuk kanë qenë. Në mënyrë më kategorike. Tashti, janë bërë disa akse, po punohet për ditë, ajo Kosova që i ka dhënë shumë impuls turizmit, faleminderit madhe të Zotit, është bëj autostradë. Autostrada Jugut, Vlora është lidhë, pjesa tjetër e Bregdetit me tunel me gjitha po bohen, dhe unë mendoj që gjërat po vijen në vendin e vetë. Por u vunë që gjitha këto gjona. Si do prezentohemi ne për ashtu Bregdetin që është bërë një përmbysje radikale, po dhe ajo përmbysje unë nuk jam dakord me gjitha trumpallane që kanë bërë në emër të zhvillimit. E kupton? Por shënësi ka gjithmonë në fillimet e veta të vrullshme bojnë edhe gabime në për investime. Kupton? Dhe kanë prish shumë vende të bukura tonat. Por, a duhet ecim paralel këto? Se unë shoh që rrugë po mundohen të bëjnë për ditë. A duhet ecim paralel me këto pika? Më fal, po ti ke vënë Ujzerin, ti ke vënë Ryanairin, ti ke mundësi që njerëzit të vinë nga Suedia, të vinë nga gjithë vendet e Evropës, të vinë të pushojnë këtu. Dhe qeveria që flasin ka bërë një super PR për Shqipërinë, që duhet vizitohet, dhe ti ke një super fluks. Atëherë këtë super fluks që ti po të vjen, si do ta menaxhosh? Me çfarë do lëvizin këta njerëz? Jam dakord. Si do lëvizin këta njerëz? Jam dakord. Njerëzit nuk lëvizin dot. Unë punoj me kompania agjenci shumë të njohura, siç është Elite Travel, dhe ata nga Rinasi për të çuar deri në Vlorë do 6 orë. Pra vjen nga Stockholmi për 2 orë. Për 2 orë dhe nga Rinasi në Vlorë, dhe po presin të hapet. Dhe po presin të hapet aeroporti i Vlorës. Dhe po thot të hapet aeroporti i Vlorës. Shkoj ka bllokuar gjykata. Po, sepse unë po dështoj në mënyrën se si do t'i lëviz sta turist. Sot që flasim Luc, Gjergj nuk flitet për ardhe turistësh. 6 orë Vlorë tash Alma. 6 orë pra. Po jo më 6 orë. Po ti një orë del dot nga Tirana. Po lene më nga Rinasi the, nuk do 6 orë tash, do 6 orë. Nga Rinasi deri në Tiranë do 1 orë.
Nga Tirana, të dalësh Po pse do me hyjnë në Tiranë kur ikim Vlorë? Do verte hoteli në Tiranë. Po se do kanë ato lëvizjet e tyre. Alma, ke jashtëzakonisht drejt, po mos i ikim bisedës dhe asaj që kemi mundësinë realisht që të bëjmë. Po bisedë. Për shembull, Alma, rrugët nuk i kemi në dorë ne, rrugët po mundohen të bëhen gjitha janë me buxhet, sepse ai buxheti duhet t'i japi edhe drejt pensionistëve, duhet t'i japi drejt edhe biznesit t'i kthej të vëshën kohë sepse janë investime. Po nëse nuk e rrugë, për çfarë bën turizëm? Po me ma po i bëjnë rrugët, se s'po të marrë vesh. Si? A hyje do të me ikë para 2 vjetëve në Dhërmi? Të kaloje nga Vlora, hyje do të? Po të pys, hyje në Vlorë, për me ikë deri në Dhërmi, a shkoje do të? Dëmtuar rruga e Vlorës. A shkoje do të? Para 2 vjetëve. Pe ke, do me thënë, nuk Po e qa dhja ke tash, i bjerë në nas, dole për 20 minuta, dole në Dhërmi. Tash i ka ndryshu gjona, nuk janë ashtu tash. Unë për krah Almën sepse rrugët shqiptare po degradojnë. Saranda, po rruga e thyme aty që dilje nga shqiptare po degradojnë prej kushteve të motit, prej korrupsionit, prej punimeve të dobta dhe mos harrojmë që paraja është. Buxheti është goxha i lartë, por cilësia e punimeve, si shteq pari për kryebashkiakët, Alma ministre tenderin e bën me qok, kompania që merr tenderin do japi 20-30% në dorë zyrtarit të rrugëve. Unë nuk i diktoj historia, dhe nuk më interesant ta. Unë jëtë Shqipërinë turistike. Alma, Shqipërinë turistike e nimojmë që të gjithë si mas punës që ne jemi të zotë bëjmë. Unë Shqipërinë turistike e nimoj me strukturat që unë investoj dhe me peshkun që unë zej dhe me emrin që kam gjithë Europën. Këta tjerët se s'du të marrë emra e ndimojnë duke bo investime Bregdetit. Tashti ti personalisht që meresh me të gjithë zonat rurale mal, me i pasion të jashtëzakonshëm. Unë kam dëshirë t'i bosh prezente problemet që thonë ata njerëz. Ja po të them diçka, jam shumë dakord me aeroportin sepse ata me aeroportin e Vlorës ata kanë dhe një limit që më tepër se 7 kilometra nuk i çojnë ata. 1 minutë ta marroj. Tash aeroporti i Vlonës është kthyer në histori qesharake. Ne kemi fjalë, e diti kena fjalë ne. Puna bashk e bëtha jashtë. Për ka blokuar gjykata bashkë në emision. Jo, ne bashkë kemi në emision, po prapo bëjmë debat. Apo jo. Puna bashkë e bëtha jashtë. Tashti, kur u bëj aeroport për të bërë, unë vajta me vrap në atë zonë dhe thash kush është veni më i bukur këtu që mu m'intrigon dhe një kthes aty në se maj menë që ka i Katuni që del në Poloni. Dhe thash, aeroporti këtu njët, deti këtu njët. Po pse mos ta bëju një oazi Rozafa, në kryqëzim të rrugëve, në kryqëzim që i merr për jug dhe për Vlorë. Alba në 10 ore fillova unë. O e hap në fund qershorit, o unë nuk e njeh kam veten se kush jam, që nuk është investim më i vogël për ja shto pistën se sa aeroporti i Vlorës. Nuk është investim më i vogël. Dhe nuk është investim më pak shqiptar. Tashti, qa ka kjo aeroport që bëjnë nomin veç i piste dhe një stacioni që hynë dhe dalin njerëzit? Qa ka kjo aeroport? Qa ka Alma? Alma tha, për sa do t'i duhet një qytetar nga Tirana për të ardhur e Apolloni Rozafa, për sa mund të vi me këtë trafik. Pra, ti ke bërë investimin, dhe për të ardhur turisti nga Rinasi duhet 6 orë me ardhë këti. Jo, 6 orë. Edhe turisti thotë, më mirë, nuk po iki këti, po iki Romë. Se unë marrë një biletu i zeri edhe shkoj në Romë për 1 orë, se sa të shkoj dhe në Kopë për 6 orë. Në Romë nuk ka trafik në Romë me 6 unaza. Ka metro, i ke gjitha, s'ke fare. S'ke fare, s'ke, asë gjithë s'ke. Shkon Bologna, e ke trenin për 20 minuta, të shkon qëndër. Po Alma, po flasim për për Bregun, po flasim për Bregun. As ka metro në Rom, as ka tren në Rom. Bregu mos e diskutot e shi. Po se mori punë Bregu? Po Bregu ka marrë fund, Bregu sa ko që janë qadrat, me 100 euro qadra, 30 euro, 20 euro, ka marrë fund. Në kohën që flasim ne tani, ti nuk ke breg publik. Po pse se qonë zonën ti? Unë e zërin. Po. Unë jam gjirur. Po mira, e ke morë veshti që si vjetë i kanë vujt tavan qadrave? Sa e kanë vujt tavan? Se ja kalon dorë 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, zjetë gjithë si qend, e kom këtë venin këtu, deri sa shkojnë i kontrollojnë, e diti i kontrollojnë dhe qondat. I kontrollojnë qondat, kur hynë të plazhi, i kontrollojnë qondat, thot, ç'është ky? Ushqim.
Presh të plenat, do ta hash ushqimin E këtu. bukur fare. Tash ti, ka dhe kështu tipash. Po nuk janë gjithë kështu. Nuk sa e janë ka gjithë vënë kështu. tavanin e Tash çadrës? tavanin besoj se do t'ja vënë ashtu siç është Greqi gjitha ne, do t'ja vënë 1000 lekë treja ose është normale ose unë nuk besoj se ja vënë më shtrenjtë se 1000 lekë treja sepse në Greqi ke nga 5 euro deri në 10 euro, deri 7 euro, 10 euro, diçka e tillë. Ke dhe pa lek, po s'ka gjë. Ke pa lekë kur kanë hotelet e veta. Jo, ke pa lek, ke pa lek Po në mirë, plazhe Francë. publike ka. Ke në Nis pa Po mirë, lek. pra, në rregull, në rregull. Plazhe publike Ka pa dhe lek. në Itali, ka dhe në Itali, ka dhe gjithë. A është Dembele Shqipëria, Alma? Si? A është Dembele Shqipëria? Jo, nuk është Dembele Shqipëria. Shqipëria është një vend në një zhvillim marramendës. Pra, ka njerëz që punojnë, ka njerëz që Absolutisht, prodhojnë, absolutisht. ka njerëz që duan të menaxhojnë më mirë. Ne thjesht nuk kemi koordinim. Ne nuk kemi Menaxhimi bashkëpunim. qendror. Ne nuk kemi menaxhim Pse qendror. Alme, duket vetja të gjithëve më i mençur se tjetri. Po. Jo, Kjo është smundja këtu? Ha? nuk e di nga se buron kjo gjë, sepse Po mirë, si s'ka zot none që i vjen me rreshta, se kuptoj unë. Si është puna rreshtit të ne, që nuk vihet kush në rresht. Mu më ka thënë Letiza se ti ke shumë mik, Haliun. Ka ardhur një sheik nga Dubai dhe ka bërë gjithë rrugën e Pukës. Edhe ka parë burimet duke rrjedhur. Uji ikte dhe ai ese dhe qante. Thoshte si ka mundësi, ku shkon ky ujë? Sepse dije që Dubai s'ka pik uji. Do me thënë, ne jemi një vend, unë tani isha në Rajc, ne nuk kalonim dot vetëm nga rrjedhjet e ujit, po jo rrjedhje, po ishin kështu, shatërvan. Do me thënë, dhe ne në Tiranë s'kemi ujë. S'kemi ujë, po mos kemi pompa dhe depozita, ne jemi pa ujë. Gjithë pallatet në Tiranë. Po, kështu është. Po jo mos e kemi O pas. Lut, po e ke humb ti o Lut, se ti je oligark. Po kemi Ti je oligark. Ne jemi popull. Ne po flasim për popullin e Alma, shi. po gjysore ditë kemi pas më Alma. Si? Kush e ka humb Alma? Po ai që ke prap. Gjysore ditë kemi pas edhe me generator, gjithë kohës, gjithë restorantet e mia, gjithë kazinot e mia, punojshin kazinot me generator. Po aq, kështu e ke prap. Po ja, si është shumë prap. Në pallatin tim janë 10 depozita ujë, 8. Ka mund. Alma, nga mos i merr të informacione nga klani. Po ju mos e jam, ne administratorë. Qytetarë e Tiranës. Ne kena, në momentin që ne na prishet pompa, ne s'kemi ujë në pallat. S'kemi ujë. Po gjithë botën s'ka, më dhe në Gradaçer s'ka. Po mi pra tash ne po themi për Shqipërinë, që s'di ku ta çoj ujin. Po mi pa ndregu, pra ndregu. Unë kudo ku eci vetëm ujë shoh. Tirana s'ka ujë. Olma, ti je njeriu që i ke dhënë një pozitivitet shumë të madh dhe një energji Unë do vazhdoj ta jap. Dhe një energji pozitive shumë të madhe kujdo që punon dhe investon në këtë vend. Por edhe kritike rafinuar. Kritike rafinuar. Alma. Do bëj zëdhënëse në Rim nuk po bën zëdhënëse në kërkujt, po unë nuk kam dëshirë bled e kemi, unë e kam ftu Almën për këtë optimizëm që kudo që i shkon dhe promovon optimizmi është pjesa e dytë. Jo, optimizmi është pjesa e dytë. Jo, mos e kalo bisedën, bled mos e kalo bisedën nga katunet dhe paketa maleve, ta kalojmë ne te problemet që i kam Tiranë, gjithë i dim problemet që janë Tiranë, gjithë i dim problemet që janë Elbasan, gjithë i dim problemet që janë këtë vend, gjithë i dim rrugët që prishen nga shiu, nga furtuna, nga dreqi, nga Ibiri, dhe gjithë i dim që për ditë punohet për të bërë korridore të reja, për të bërë rrugë të reja, për të bërë sjellsa të rije, ku ta diu se çfarë, se kemi nis nga 0 ose 9-0. Gjithë i dim to. Problemi që më shqetëson është ky, u bë rruga. Po. Na do maja malesh, na do male. A do jetë mundësia që këta njerëz që kanë filluar të zhvillohen? Dhe çaj na lën këta njerëz që zhvillohen? I na lën problemet, po. Po ti e ke 12.000 lekë një kokdele. Po. 40 euro e ka Maqedonia. Po. Që këtu fillon? Jo, nuk është 12.000 lekë. Haq e kanë. Jo, kush ta tha? Haq, sa e kanë? Cili ta tha? Subvencionin për kokdele, sa e kanë? Subvencionin, nuk e di. Sa e kanë? Nuk e di sa ka subvencion. Po pra. Menova se the për këto. Një sekond, ti ke tani, sot që flasim, ty kopet në malin e korabit të janë, jo përgjysmuar, po ty po të shuen. Me çfarë do bëgatuash ti? Me çfarë do mbajnë agroturizme? Ku do ta marrin mishin? Po braktisen malet. Këto janë probleme që duhen ngritur. Këtu pra është paketa maleve, kjo është. Kjo janë probleme që duhen ngritur. Çfarë kushton shtetit? Çfarë kushton shtetit? Të japi një fond për ata barinj që është hero, 60 vjeç, se djali nuk i shkon atij. Por djali do të shkojë atij nëse shteti i bën një kasolle me gur, sa ai e ka tani me plasmas, e ka me drasa, i bën me gur, i jep një tanker për ftofjen e qumshit, i jep një energji elektrike, ja çon energjinë, i çon rrugën deri atje.
siç e ka Maqedonia, siç e ka Greqia. Greqia që sot në kudo ku shkosh në Greqi ti ha kos. Ha kos. Eksakt, ma. Edhe Se ha kos. eksakt, pra, këto janë probleme që Po pra, se po i shkoj rruga atje, ai ka mundësi të bëjë edhe një mish në hell, ai ka mundësi edhe. Duhet të edhe ndajmë gjërat, ne nuk jemi për ferma masive, ferma të rritjes së shpejtë të gjedhve. Ne jemi për gjëra autentike, ne jemi për baktin e malit, ne jemi për boronicën, ne jemi për thanën, ne jemi për çajin e malit, ne jemi për shafranin, ne kena gjëra perl. Ne nuk jemi për si Hollanda që mund të bëjë, ku diun ose Franca që mund të bëjë atë dhinë, të bëjë ato. Jam shumë dakord. Dakord. Ne kemi gjëra, ne këto pra duhet të ruajmë. Atëherë, ai njëri që rri në mal, ai që duhet të rri në mal, ai njëri që është rri në mal se ka taku njëri atë, fare. Fare. Po këto probleme duhet të ngresh. Bëhet fjalë për një shumë të vogël parash, që çdo biznes, çdo oligark si puna jote, ti, shërben pesh, po një oligark si puna jote shërben mish qëngji, atëherë ta sponsorizoj atë bariun atje, ti japi 20 milion lek të vjetra, që t'ja bëj 5 tulla aty, 5 gura aty t'ja bëj stanin, ti vëri dhe njohë gjatë me dru, ti qoj dhe energjin elektrike, ti thot, mbaj kopenti. Shumë dakord. Nga 300, bëj 600. Dhe unë, baba këtu. Kjo pra është, bashkëpunimi e ati që ka para, problemi është se njerëzit që kanë para këtu, bëjnë tulla, nuk shtojnë bakti. Dhe ne sot jemi në një pikë se nuk dim çat ham. Ne ham kosin e grekut, djathtin e francezit, djathtin e italianit, pim verën e italianit. Dakord pra. Jemi dakord. Këto janë problemet që duhet i këto ngresh Alma, nuk është problemi. Kemi këtë agroturizëm, sa i mirë është djathi. Kjo puna gatuhet kështu. Kjo çalma gatuhet kështu. Ti në Valbon nuk kanë dot kos më, s'ke kos. Ska. Sepse ai nuk i leverdis të mbaj bakti. Me 12.000 lek të vjetra kokën e deles, aty nuk i leverdis. Me këto që flasim. Ndërkohë që unë kam qenë në malin e Sharrit. Shteti Maqedonas paguan qofse ariu ja ha delet, i paguan kokë në kokë. Mjafto t'i silli një copë nga ato mbetjet që, do me thënë, këtu s'ke fare, këtu nuk shteti është inexistent përsa i përket blektorit. Nëse ne nuk kemi blektori dhe bujqësi, qa do hame? Jam shumë dakord. Qa agroturizmi do bëjmë ne? Këto probleme pra ne jemi mbledh fuqit nga Alma ti e ke filluar programin në vitin 2000. Para 12 vjetësh. 12 vjet. Nga viti 2013. Pa. Ministri i Bujqësisë ka qenë Edmond Panariti, deri më tani numërohen gati 8 ministra. Çuçi, Peleshi, sa i njofta, si njofse, po imagjino tani për një kohë kaq të shkurtër, një volum i madh numër ministrash dhe asnjëri nuk ka lënë një. Skalon as i gjurmë. As i gjurmë. A nuk është qetësuese kjo, Alma? Kjo është skandaloze. Mua më ka ndodhur në Berat. As i gjurmë. Kur ka qenë një projekt për fidanët, vinin fidanët nga Greqia, i sillin për fidan ulliri dhe delin fidan kumbulle. Deri këtu ka shkuar historia. Nuk ka rëndësi. Po, sepse fidanët kur vin kaq, se merr vesh ti çfarë është kumbulla. Duhet etiketa, duhet. Nga kishin ardhur, nga privat kishin ardhur, nga kishin. Më ka thënë njëri që po. Këto është një gallate madhe, kupto. Mua më vjen keq, për çfarë më vjen keq? Se ne jemi një vend aq i vogël, me një pasuri të jashtëzakonshme, sa ne duhet punoni vetëm 3 orë në ditë. Edhe duhet hani me luk floriri, siç thoshte gjyshja ime. Nuk kemi nevojë të punojmë 20 orë. Ne duhet të ishim si dubaezët. Që kanë 10.000 euro rrogën, sa që kanë dubaezët. Po pse i bëjnë me sikur këta gjithë punët, vetëm foto, fjalime, prralla, të gjithë i bëjnë me sikur. Po jo, më nuk them se bëjnë më. Ata thjesht dëgjoj, gjithë unë mendoj që njerëzit, kjo vjen e gjitha nga ignoranca. Nuk vjen nga keqdashësia, sepse më kanë thënë shumë njerëz, po jo, po gjitha qeverit kanë qenë me serbët, kanë qenë me grekët, kanë qenë me UDB-n. Kjo vjen vetëm nga ignoranca. Thjesht njerëzit duhet të jenë në kontakt me njerëzit. Të kuptojnë se çfarë ka nevojë ky vend. Dhe ky vend nuk ka nevojë për shumë para, se Zoti ja ka dhënë gjitha. Ka thjesht nevojë për dashamirësi, për ndihmu njëri tjetrin. Nëse ti ke 2 lek, hidhe ato 2 lek, ati ku duhet. Sepse ti ato 2 lek do t'i bësh 10 lek. Se do marrësh mishin e freskët të qingjit, të kecit, ku di unë. Thjesht është kjo lloj connectioni. Neve lekët, unë kam vërë një gjë. Unë mbredh shumë për Shqipëri. Unë ku kam mbredhur para 12 vjetësh, në Thedhe, në Valbon, i kam gjetë njerëzit në pikën e mbijetesës.
nuk po përmend emra se njihen. Kur them në bien test, nuk kanë pas bukë. Gjërat bazike. Sot që flasim, ata kanë bërë hotele dhe mu më vjen shumë mirë. Problemi është se ata rrisin katët e hoteleve dhe nuk mendojnë njerëzit që do shkojnë aty çfarë do hanë. Alma, se më drejtove mu 2 herë, 3 herë, më the, pse si një moni ju oligarkët. Dhe herë faleminderit që po më quaj oligark, më mje vlerë më shumë se Po kështu ka thënë të tjerët se unë. Se ma se e thonë me humor. Tash unë kam një sektor kaq të rëndë që është më i rëndë edhe se bujësia, që unë kam marrë përsipër që atë sektor ta morë dhe ta tërhek, t'jem lokomotivat i sektori dhe shikoj se ku është ai sektor sot. Vetëm ka i problem, Alba. Atë sektor, unë kam fillu ullërimën për të bërë ligjet në fillim. Po ti ke bërë një gjë pa parë, vërtet. Unë kam bërë ullërim për të bërë ligjet. Pastaj kam hull lekët për të bërë anije, për të bërë ferma, për të bërë pralla, se janë gjithë fermat nga më të mirat që janë mesdhe. Ti ke bërë shqiptarët të hajnë tonë. Tashti problemi... Toni ti s'hanë do të një aponi. Tashti, eksakt. Ne hanë toni me shpim shumë të lirë këtu. Tashti, me shpim lirë se du të edukoj tregun. Sepse nuk më intereson më besot shesa si kile, po këtë punë njerëzit shqiptarët nga problemi i fjalës, i keq interpretimit fjalës për 35 vjetë, njerëzit besojnë rrenën dhe nuk besojnë të vërtetën. Por, mos i hymë kësaj pjesë. Të hymë pjesës tjetër, që unë e kam bërë modestisht punën time, me i komunitet shumë të madh, dhe e kam quja mënu ta qoj atë ku duhet, ka dhe shumë punë. Dhe ne po kalojmë tash nga Shqipëria, sepse deti është pa kufi, po kalojmë në Afrikë. Imagjino, duhet kemi ekspansion në Afrikë. Dhe po shohim gjithë pjesën ligjore që të hymë në Afrikë me flotën tonë. Sepse ne kemi gjë të mrekullueshme, nuk e di a e di blet. Nuk ka rëndësi peshku se ku zihet. Rëndësi ka flamuri, janijes, se çfarë flamuri ka dhe merr origjinën atij flamuri. Pra unë mund ta zej peshku në brigjet e Senegalit, Mauritanias. Flamuri shqiptar. Dhe flamuri shqiptar ai merr direkt origjinë shqiptare. Ndërsa problemi është i këtyre tjerëve që vejnë tulla, morin lekët, i fusin poshtë jastikut, dhe shive qa nollë me këta, Alma, që ti duhet ka ndash këtë punë. Unë e kam ndarë, këtu ka dy, Alma, unë nuk du pushoj duke gërthitur dhe duke thënë që këtu ka 2 kategori biznesi. Një kategori biznesi që marrin benefitet e kryetarëve të bashkisë, ndërtojnë vendet më të mira dhe i bëjnë lekët shpejt që në themel, dhe një tjetër është që kanë historit e monopoleve, të rrugëve, të prallave, të tenderave, ku ta diu se çfarë. Është dhe një tjetër, Alma, që ti shkon derë për derë. Që ti duhet ta promovosh dhe ti duhet gërthasësh shumë. Këta janë prodhuesit. Tash ti ma shpjego mu një gjë. Në rast se unë i ul fabrikave të mia, një ditë qepeni. A i ke drejtim pa ditur unë falimentoj? Vërtet. Sepse unë i kam kostot fikse ditë për ditë dhe kam kostot jashtëzakonisht mëdha. Taksa, rroga, energji, transporte, kontrata, drejt birë. Po këta, me ullë qepenin, a kanë problem me e mori qandë dhe me ikë për Shqipnia? S'kanë problem. E morin qandën që i kanë bokë, legët dhe ikë për Shqipëria. Nërsa ne jemi të gjithë ekspozum në për banka, me qenë se më the oligarkë, dhe jemi të gjithë me 1000 hale, dhe ti duhet influenco shumë që kategoritë e biznesi Shqipëri duhet darë. Prodhuset nga horrat. E kupton? Kjo duhet ndahet, është fundamentale, Alma, se ti shkon derë për derë biznesi. Dhe je një nga promovuset më të mëdhaja. Tash unë prapë po i kthehem bisedës se prapë më shqetëson. Ore, çan noll me këta ministra që ndrohen 8 si shtot Blerti. Dhe sa vjen ministri në zyrë, thot, sot fillon ministria punë. Dhe ndronë gjithë personelin, dhe ndronë të mirë dhe të mirë të qitë që i ndronë, po ndronë të mirët, sepse do të sjeli talavane vetë. Rri 2 vjetë, na krijon probleme ne në për sektor, dhe mas ne vjen tjetri, fillon tjetri talavane vetë. Tashti, qa noll me këta? Qa noll me këta njerëz që bëhen ministra pa i thonë kush puna marë? Qa bëhet me këta? Që këta duhet jenë njerëzit që krijojnë frymë. Po nga e krijojnë frymë këta? Këta s'kan punu i ditë. Këta si kanë bojë një ditë povën jetës, vetës, të vërtetës. Atëre si ka mundësi që këta njerëz që s'kanë bërë asnjë lloj prove vetës vetë, punës vetë, vërtetës vetë, dhe nuk kanë asnjë ëndër në kokë, të morin dhe të drejtojnë X ministri, kupton? Dhe këta që duhet frymëzojnë dhe duhet ushqejnë ëndrat e njerëzve, duhet i ngacmojnë, duhet i stimulojnë kryetarët e bashkive, ministrat, drejtorët,
Këta janë pjesa më llume këtij veni, që provojnë vetëm pralla, intriga, thashëtheme, demagogji. Dhe janë të vetëmi që shkatrojnë këtë vend. Kësaj si i bëhet. E le pa fjala. Si bëhet, unë nuk i di fare këta punë e ministrave, se unë i njoh ministrat, nuk është se më ka kërkuar. Po flasim për frymën, se edhe unë nuk jam gjithë i soj, ose ka dhe të mirë ndërta. Mua, deri më sot nuk është se më ka thirrë në një ministër për të më pyetur a njeh në një bari që ka nevojë për Po s'm ka thrit mua më. Është bërë blend, si e ka ky blend Gonxha. Nuk i njoh. Që e kam blend Gonxha është bëj turizmit, që kemi qenë në akademi bashkë të gjitha, kam dalë ditë këtu me mrizin e zënave. Mrizi i zënave është gjigant. Ai djali. Po, Altini. Ma merja që edhe unë të puna ime jam një modest, shumë i talentuar. Tash i të dalin këta dy personazhe, një tokës dhe një detit, të dy bashkë në këtë zyrë. Dhe unë t'i bëj thirrje blendit, duke pas edhe i konsideratë gjithë jetës, çuna Tiranë, Emirit, te bordura dhe të gjitha, t'i them, o blend, po, të lutem shumë. Problemi i turizmit shqiptar janë elementet që punojnë, është personeli. Hajde bëj një shkollë në Rozaf, i ke gratis për shtetin shqiptar, të gjithë auditorët, të gjithë sallat, të gjithë leksionet e mia, kuzhinat, kam 2 kuzhina që i mund t'ja vetë fantastike në dispozicion kësaj shkolle, shërbimit, i kam shefat italian që i kam morë për të mësu të mitë, për t'i dhonë sa më shumë. Po pse duhet bërë kjo, më lutë? Shkollat profesionale që bëjnë bashkit, janë rena dhe duke pas... Ato që ke parë fullti janë në sajt të disa njerëzve që kanë bërë kontrata 1 vjeçare, si që të thash Elite Travel, janë edhe kompanitë janë shqiptarë ata. Jo, janë dhe tuaj, që vinë, kanë kuriozitet. Ore, 1 minutë, a janë shqiptarë këto kompanitë? Shqiptarë janë kompanitë, po disa vojnë kompanitë për bërë kontrata. Po për çfarë vojnë kompanitë? Se hotelet janë mrekullueshme këtu, edhe ushqimi në Shqipëri si hahet në si vend të Evropës, po ta garantojnë këtë. Absolutisht. Atëherë çfarë pse vujnë ta? Vujnë nga zhurma hotelet. Nga cili zhurmë? Se fillojnë ndërtimet. Në kohën e sezonit i ke ndërtim në hotelet. Po mirë, në rregull, atëherë s'pas kanë pronar hotelet. Po s'ke pra asgjë. Po s'pas kanë pronar, mos edhe unë flej në Sarand, i kom marrë telefonit të atij miku tim, atij çomit, atij Tit Vares, i kom thonë, Tit, qa ky që ka fillu ma trapikun, ka ik në vrap me brek, ka dal, ka ik, i ka thonë mylle, stop, i ka thonë se po më flen klientët. Ja, nuk është ashtu. Nuk është ashtu, Alma. Jo, Alma, s'është ashtu. Alma, një sekund, Alma, një sekund. Se e kishim të shkollat profesionale. Unë jom me arrogancën që demonstrojnë njerëzit që shërbejnë. Dhe nuk shërbejnë në ato nivele që duhet shërbejnë dhe nuk janë kërkuar shërbimi me ushqimin në Shqipëri. Ushqimi në Shqipëri është ekselent, nuk ka rëndësi ka njerëz që ja fusin çmimeve ku ta diu se çfarë ta gjej vetat punë, ndërsa pjesa e shërbimit është skandal. Tash si ka mundësi që ne i bëjmë thirrje? Se unë nuk e di a ka më të mollë se Mrizi Zanave, edhe a ka më të mollë se Rozafa për peshku. Ti thush ministrit, ti thush, orë zotëri, hajde i ke auditoret tona, si të Mrizit Zanave dhe si të mijat, për t'i pru njerëzit, për t'i specializu, me i bo kurse 3 mujore të vërteta punë, dhe a i si e pas i përgjigje, nuk digjon. Atëherë më vje keq. Qa digjon kë? Del Boshov, kur nuk e bën këtë punë, Blendi Gonxha që është qunë qytetar, që është qunë Tirone, që është qunë me pasion, që është idealist, që është gjali birë. Imagjino ç'a bëjnë tjerë. Më fal, kur nuk të dëgjojnë ty që e oligark, si do dëgjojnë atë barin atje lart tash. Po ç'a oligarku tash. Prandaj po e bëjmë këtë bisedë për të vu pikat mbi i dhe për të sensibilizuar. Për të sensibilizuar sadopak opinionin publik dhe opinionin qeveritar që ne na drejton, që duhet lëvizin nga veni. Po unë nuk jom kaq radikal sa ty, nuk ka turizëm, nuk ka këtë, atëherë për çfarë lëviz ti mal? Të promovoj pra? Këtë promovojmë kur s'ka turizëm, të tregoj njerëzve që shikojnë. Po kur s'ka turizëm ç'a do han? Ç'a do han? Promovimi i tjetër sektor. Ç'a do han? Ajo e nxit. Ore ti zotni. O zotni, unë s'ka kom dal dot gjithë verës. Po si kërkojmë do të almës llogari tani. Nuk kam ku fus autobus këtu. S'kam ku fus autobus. Kuptimin, nëse s'ka turizëm se njerëz do vinë. Infrastruktura, transporti, problemet e zhurmave. Qa turizmi do bësh ti këtu në Shqipëri? Alma, për të ardhur në Elbasan,
u ka dash 2 orë gjysmë në për krap. Jemi dakord. Me akull me të gjitha. Për të ardhur në Elbasan është 20 minuta. Tashti ka fillu historia, po fillon Unaza. Në momentin që maron historia Unazës, gjonat do bëhen shumë më kollaj. Ka pak problem Unaza me thonë të drejtën, po se si flitet tash, Ti po flet si mami im që thoshte po jo, jeta ime ka qenë, unë kam vujt, nuk është kështu. Po si është? Po jo pra s'është kështu. Po si është, më thuj. Se ti më kujto krabën. Po si është me se unë kur dalë 7 mjesë prej te, për tik në Tiranë, unë iki për 25 minuta. Kur vi, mes aty te ajo, që quhet. Mes aty pra. Te hinga. Po ki 1 orë aty që merr. Po mirë, çfarë bëj? Si për krab me. Po sa ka jo hing? Sa vite ka jo hing? Ndryshimi është që ditët që ka trafik, aty ngel 20 minuta e gjysor. Po kraba sa bëj? Po kraba sa bëj, tash mos më pyet për krabën, tash mjergull. Po mjergull, shi, borë, çka krabë. Jo po lajemi me dush vajguri, jo po lajemi me dush korrenti tash. Po si duan bëmë me shkop magjik Alma? Alma me shkop magjik. Ti la me dush vajguri Alma, tani mos u anko tani që s'ke korrent një 2 orë, se ti la me dush vajguri. Pse ky muhabet bëhet? Po patjetër, do krahasohemi me diçka. Pse si? Po s'krahasohesh kështu. Po si krahasohem? Po kështu secën kur para. Po Alma. Ke ik ndonjëherë në vit nga Shqipëria ti? Jo. Ke jetu jashtë? Jo fare. As i dit? As i dit. As unë se kom lënë as i dit Shqipërinë. Pavarësisht se kom pas biznes në Greqi e në gjithë Europën. Se kom lënë i dit Shqipërinë. Tashi qa do me më tregu mu? Do me më bo krahasim mu vitin 2000, 2005 me sot? Po ngellë mo se dëgjo, se unë jam një bre si puna jote, dhe si puna e Bledi që kemi jetu dhe komunizmin. Po, dakord. Tham, 25 vjetë komunizm nuk mjafton për të zhvillu Shqipëria. Po dhe komunizm u bon, ma. Më falë të shi, sa u bon o Bledi. Po dhe komunizm u bon, 36 vjetë. 36 vjetë, ashi nuk mjafton për të zhvillu Shqipëria. Më falë, po ne kështu do shkojmë tash duke justifikuar që është shkurtër për të zhvillu Shqipëria. Alma, unë nuk du t'i dalë kërkujt për Zot se kam gojën më të rëndë se ty. Dhe po t'i shaj që gjithë nga i pari te i funit e po të them që jonë një njerës pari e tim që dalim bëjmë vetëm fotografi dhe bëjmë show. Kupton? Dhe jonë plotësisht dakord me ty. Ti je një Shqipëri që po zhvillohesh. Pse se vë një transport publik? Se është më imediate për me bo rrugën, me shku atje ku thuti sa më shpejt në Vlonë edhe në Dërmi. Po rruga s'është pra tani, e thamë për rrugën, u shumë më rrugën. Po motër, kera në herë kneti për Dibër? Jo më fare. Se më pyte mua i njefto marrë dhe. Ajo më jo rrugën këne jo të arbrit, po rrugën këtu nga Librashti. Ke ik në në Dibër ti? Po, nga Fush Student që shkon në Dibër. Me ik deri në Fush Student nuk ka dashi ore gjysë. Po. Në regull? Ka qenë guri kaq. Unë kom ik, se jom i pasionu mas malit dhe mas tyre rrugëve, nga Librashti kom ik deri në Dibër. Po, 20 minuta, e gjysore, po. Ta shti. Po. Po si që ka bo punë, kur ti kur kom shku për 4 ore gjysë. Urpi zbriti malin kur i ka. Nuk themi që se janë bërë punë. Po në rego, po ti thush që shbaz jo, ti tash merë krahasim, thu mu rrugën e Vlorës. Rruga e Vlorës kur ka në një çmundori mund t'i jetë për 6 orë, se di gjithë Shqipëria, nga Rina si deri në Vlorë, me hec me obonomi 2 orë. Me obonomi. Po jo 6 orë. Hiperbola Almës është në funksion. Jo, unë pa dalë më vetë. A shbo një gjo për Shqipërina nuk është bo tashi. Jo, këtu ka një... është bo, a se s'ta mërmenja. Sepse ta fillova me rrugën e Kombit. Ata të djathit e mi... Dakord më, ata të djathit e mi, që unë i more dhe i kritikoj, e kupto apo jo, se qa kanë bomi mu, do mikin vor, e kupto apo jo, kanë bojë gjonë më të modhe, kanë bojë rrugën e Kombit. Taksa Majko. Po shënë që ka e bom ne më dha, patën iniciativë për ta bo. Po ne po e bëjmë Shqipërinë, se kush po e bo Shqipërinë, po e bëjmë ta demagog Shqipërinë, ne po e bëjmë. Po të lujmë një listin, që nuk është borë asgjë në këtë vend, nuk shkon. Po dhe rruga e Kombit ka probleme. Nuk shkon me lujt një listin. Nuk shkon, pse? Ja, thuaj që ishte Durrës, Prishtinë dhe kam vetur mes rrugës. Nuk është Durrës, Prishtinë, se kështu njës. Durrës Prishtinë. Po do bëhet me dhe i segment apo? Po nga Durrësi. A duhet lidh segmenti i Bregdetit komplet nga ajo? Sa vjet ka? Do të, gjithmonë në Alma, ta bëjmë pak sa më të bukur. Të bësh të Jo më vëtë leme, bo, prap t'i themi. A është gazetari që ta bëjnë i pytje? Jo, i kom thonë, kur jam unë në podcast, i kom thonë, se unë s'do jem gjithmonë. Jo, do jetë gjithmonë. Unë jam i qik me i rep. Ta bëjmë më të bukur intervjist. A ushqet shëndetshëm Shqipëria? Shqipëria. Shumë. Se nuk ka qingja,
Po nuk po flasim për bloku, restorante në blok, jo. Nuk ka si sen Shqipëria. Jo, po flasim. Merë 12.000 lekë për qinj, merë 20.000 lekë Macedonia. A ishte Por nuk vërtet. të lë të flasësh më. Po jo, po ti, unë po flasë shafë dhe ti. Tani Ska po pak ti, Luta nuk ka u shesh ftuar- mirë, nuk u shesh mirë në Shqipëri. Jo, dëgjoj, ajo ishte vërtet dhe është vërtet lajm. Ajo që tha Alma në raport me Maqedoninë. Tonin unë e shes 5 euro e gjys në restorantin më të lirë në Itali. Po e han të gjithë njerëzit tonin Është 55 euro blufini, flas jo yellowfini. Po ha, më Blufini. fal, ai katunari më fal në Tropoj. Po. E ha tonin, Tropoj, Tropoj? vjen Tiranë. Po Tropoja janë më të kulturuar se ne, o vlla, Po flasim se kanë dalë më për shpejt gjithësi, jashtë. a ushqehet Shqipëria është shëndetshëm? Si s'ushqehet? Fshati, jo vetëm Jo, nuk bloku, jo ushqehet. vetëm bloku, jo vetëm nën Kaçet. A ushqehet shëndetshëm, Alma? A kanë filluar njerëzit? Dëgjoj, ne kemi ngrënë gjithmonë mirë. Problemi është se neve nuk kemi një rregullator në lidhje me kontrollin e ushqimit. Do me thënë, neve mallra që na hyjnë dhe na dalin, ne nuk i kemi të kontrolluar për fat keq, sepse nuk funksionon sistemi i kontrollit. Natyrisht filtra ka dhe bota që i kalojnë nga këto kontrolle, ka pas probleme edhe firmat mëdhaja të qumshit e djathit që s'po i përmend, edhe në botë, edhe në Francë. Ne këte kemi masive, do thoja unë. Unë personalisht di vende ku hahet mirë, edhe përpiqem një nga vende që hahet mirë është Rozafa, jo se jeti Luc, po realisht është fat i madh që ne kemi Rozafën, sepse ta shtonin me këtë çmim është edhe karkalecin e detit, janë edhe açuken e gjitha. Pra janë shumë pak vende kanë ngelur për momentin në Shqipëri që mund të hahet mirë. Pjesa tjetër është totalisht e pakontrolluar. E teprojnë shqiptarë me sasinë? Jo vetëm me sasinë, shqiptarët e kanë problemin me guzhinat. Guzhinat Është shumë orientale? Jo, guzhina nuk ka asnjë lloj kushti. Kushtet Ti të hysh higjienike. në është një tmerr. Unë i kam fabri, 1/3 lokalit, më fal mos ta presin një fjalën, gati 40% e lokaleve të mia e zë kuzhinë. Po. Të ambientit. Mungojnë enët që gatuhen janë totalisht oksiduese, që janë nga më të lirat, nga me probleme që ka shkak. Domethënë vajrat që përdoren, qofse tek Rozafa vaj ndrohet çdo herë, vaj patateve, po them këto që skuqen, absolutisht nuk bëhet fjalë që të ndrohet. Pra janë ca, sepse nuk ka kontrolle. Këtu nuk ekziston fare kontrolli. Ti hap një restorant, bën çfarë duash ti, edhe Pastaj bën farmaci, pastaj bën ky është një problem, domethënë nuk ka rregulla në mënyrën e shërbimit edhe të gatimit dhe të produktit. Kontrolli i produktit është kryesor. Ta kthejmë çik private. Nga janë çupët? Fisi çupi. Unë jam me origjinë nga Mati. Jam gjysmë gjermane, sepse gjyshen e kam Valter. Jam 5 fise gjermane në Mat. Të vendosur aty, po. Nga lufta e dytë botërore apo më parë? Para luftës së dytë botërore, kam pas zetari armës, se Mati ka prodhuar barut, është Valter, është një fshat me emrin German, është Kurt, familja Kurt, është aleman, është një familje aleman, dhe unë kam dashur të bëj një emision në fakt për fise gjermane që kanë ngelur në Mat, por që nuk i shkon shumë formatit emisionit tim, është më shumë për Marin Memën. Flas nga ana e babait? Nga ana e gjyshes, nga ana e nënës. Gjyshja, nëna e babait? Nëna e babait, po. Ndërsa nga babai, nga gjyshja e babait, e gjyshit tim, do me thënë e babait, ne jemi çup, që unë nuk e di për ardhjen time, por një gazetare franceze, Francis IV, kur erdhi këtu, që nuk e di, ka është bërë një dokumentar shumë i madh për çështjen e fondeve të IPARD-it. Dhe unë kam dhënë një intervistë aty, dhe ajo më tha që në Skoci ishte një fis me emrin Çup. Pak gjermane, pak skoceze. Nuk e di, nuk e kam bërë ADN, duhet bëj ADN, sepse shumë veta kam bërë ADN për gjetë preardhjen. Por që di që gjysma ime është gjermane, pjesën tjetër nuk e kam të... Alma ka dhe një vajzë, apo jo? Kam po një vajzë. Çfarë moshe? Është 27 vjeç. Jeton në Shqipëri, jashtë? Në Gjermani. Në Gjermani, te paraardhësit e saj. O, zot si drita. Alma, më ka bërë përshtypje, ti je ish student e Akademisë Arteve. Gjeri Luca ish student e Akademisë Arteve. Gonxha ish student e Akademisë Arteve. Edi Rama ish student e Akademisë Arteve. Çka ka nxjerrë në shkollë kështu? Është formimi, është talenti, është nuhatja juaj, se gati jeni bërë të njohur, jeni bërë shkëlqeni në fushat që keni zgjedhur. Çka ka ndonjë sekret ajo shkollë? Akademia e Arteve është liri. Që kur hyn në Akademinë e Arteve është ajo godina e bukur, do të thonë të jep
Po, është një gjë e madhe, kupton, ne jemi rritë në pra apartamentet vogla të kohës së verës. Edhe unë në qytet jam rritë. Kemi pas ato apartamentet dy dhoma e kuzhinë. Dhe ti kur hyn aty me ato sallat e mëdha, me ato se salla Akademisë Arteve ka qenë nga sallat më të mira, që ka pas edhe akustikën më të mirë. Ne kishim studio që punonin, muzika, aktrimi, piktura. Po, domethënë edhe mësuesët, unë mbaj mend Mira Gjatën. Mira Gjata më jep të fjalë artistike. Aktorja e njohur. Dhe ne ishim 18 vjeç. 18 vjeç dhe Mira Gjata ndez një cigare, mos u kishte ndodhur, se unë vija nga gjimnazi, ndez një cigare, ulet në tavolinë dhe thot prezantohuni. Me atë lishmë. Do të thonë mua më duket një gjë shumë avangard kjo gjë. Flas për 92-shin. Do të thonë ne me imagjino mu ide më ka dhënë Çim Xhepa më Bujar Lako. Emrat më të mëdhenj të. Po, sepse ka qenë një periudhë shumë tranzicioni dhe gjithë aktorët e mëdhenj të asaj kohe gjetën një lloj ngushëllimi duke dhënë mësim në Akademinë e Arteve. Sepse ra arti, ra teatri, ishte një tranzicion shumë. Yll Kamujo, kam pas fatin punoj edhe me Yll Kamujën. Domethënë unë kam me Birça Haskon. Gjithë emrat e litar. Dhe ajo të jep, sepse ti nuk e ke mësues ata, ti ke koleg, i ke shok. S'ka barriera. Tashi kjo është e vërtet që thot Alma dhe është pikërisht shu. Ajo madhështia e institutit njerëzit i lironte. Jo të gjithë, se sigurisht kur kam qenë unë pjesa më e madhe ishin kandidat partije, edhe ne qeshnin me lot me ta, por një unë e kom pallet e prindrit e mi, dhe doja të plotsoja Almën, fal Alma, artisti është rebel blend. Artisti nuk bjen dakord me mrena vetes ti, me asgjë. Artisti kërkon perfekcion, artisti kërkon më të mirën. Këtë nuk kuptojnë njerëzit. Pra ne në këtë periudhë tranzicioni, nga Instituti i Arteve kanë dalë shumë njerëz të talentuar që mase kanë deviju edhe nga fusha vetë, siç jam unë, pikërisht për shkak të këtij rebelizmi dhe këtij mos dakordësie, kollaj me jetën, me kërkesat, me punën, me çdo gjë. Kërkim, sepse një rol që i merrte kjo, një rol që i merrte rrinte me ne të tëra duke shfletu, duke lexu për anën psikologjike, për pikën, për presjen, për momentin ku nollet, për mizaskenën, për mënyrën si do komunikoj, për mënyrën si do trajtoj, për mënyrën si do thotë, dhe mrena një fraze kaq. Ne na duhet bënim një punë kolosale për t'i marrë vlerën çdo pikë, çdo presje, prandaj unë nisa fjala. Fjala është arma më e fortë që njerëzit kanë dorë. Dhe nëse ne këtu në këtë Shqipërinë tonë për 35 vjet i humbëm vlerën fjalës, sepse fjala shpreh mendimin. Mendimi është liri. Liria është forcë. Forca është përparim. Dhe çdo gjë fillon me fjalën, dhe fjalën e la monopol të legendave. Unë vetë ngacmova Almën, e kam nga miket më të mira, ngacmova për t'i nxjerrë të tërën, dhe mora nga Alma që, forca jonë është tek njerëzit, forca jonë është tek ata njerëz që kanë marrë riskun që t'jetojnë akoma në ato vene, që këtej nga qyteti që i ka ikë Kushurini, djali Tezës, djali Hallës, që ka ikë gjithë e thonë, hajde, a i gjini iniciativë jetë fort, jo, do të ndërtoj jetën time pikërisht këtu, ku i kam rrënjët, e kupton? Dhe pra ne kjo thotë që, qa bëhet me këta legena, që nuk kanë forcë t'i ndjejnë, t'i kuptojnë këta njerëz, po si mund t'kenë forcë t'i ndjejnë dhe t'i kuptojnë, kur këta s'kanë bëha si gjoni jetë, s'kanë qenë sukseshën pra si sen. T'ja shpjegoj pak Bledit, se më pëlqen pyetja. Bled, se ti je vetë gazetar, nuk mund të bësh dot asgjë në këtë jetë nëse nuk je i lirë. Edhe unë Akademinë e Arteve më thova t'jem e lirë, sepse unë vija nga gjimnazi. Liria jote mori vlerë. Mori vlerë në Akademinë. Unë aty kuptova që ti mund të krijosh pa orare, pa u zgjuar në 8 mëngjesit. Dhe sot unë çuditem, domethënë në disa televizione që njerëzit kërkojnë orare. Gjithmonë krijimtaria nuk ka orare, ti mund të krijosh në 12 natës. Domethënë nuk e pse të kesh një orar. Duhet të japësh atë produktiv. Dhe muzë, dhe realisht unë nëse bëj sot këtë emision e bëj fal të lirisë që më është dhënë në Klan. Edhe jam falënderuese për këtë. Unë nuk kam orare, unë nuk kam ditë
pune, ditë pushimi, unë i caktoj vetë gjërat. Dhe kjo nuk më ka bërë që unë punoj më pak dhe ti bëj bisht punës. Përkundrazi, unë punoj 7 ditë të javës, por punoj në orë që unë mendoj që e kam atë pjesën time të krijimtarisë. Dhe kjo është gjëja që mua më ka dhënë Akademia e Arteve. Edhe jam mirënjohës se gjithë pedagogëve të mi, që më ka dhënë në mënyrë indirekte, nuk është se ata më dhënë kështu, ulëm tavolinë dhe më thanë duhet bësh këtë gjë. Ti ke udhëtuar shumë e tamam ambasadore, shumë njerëz që kanë quajtur promovimit 10 qytetet ku jetohet më mirë në Shqipëri, përjashtoj Tiranën. 10 sa shumë ke dhe. Katune. Mund të jetë Katun, mund të jetë provincë. Zona. Po përmeti është... Sepse kjo do është shumë e rëndësishme edhe tek audienca, nga që fjala jote është si në bursë kuotohet. Po mirë, nuk mund ta marrin, megjithatë unë do veçoja Përmetin të parin. Faleminderit. Burrelin të dytin. Burrelin. Lumi Mat, Lumi Vjos, janë qytete me lumej, do me thënë. Do veçoja Tamarën. Tamara. Është qytet shumë i bukur. Lart në veri, Pa, Puka. Puka. Shumë e bukur. Shkodra. Shkodra. Mund ta vija Shkodrën të parën, Ka marrë një zhvillim, nuk e di. Mund ta vija Shkodrën të parën, na falin shkodranët. E para Shkodra po e lë në pak pas Korçën. Shkodra, këto 2 vitet. Po ka qenë gjithmonë, më ka qenë kryeqyteti Ballkanit tash mos na. 25 vjet që po flinte, 25 vjet që po flinte. Megjithatë Shkodra ka face, ka detin, ka malin, ka gjithë. Mal, histori, kulinari dhe s'kishte turizëm, ka 2 vjet që e shikoj që është ringjallur. Po Shkodra, Përmeti, Burreli, Tamara, Puka, Shkodra. Shkodra e tham. Po. Do veçoja Librazhdin. Se kisha dëgjuar ndonjëherë. Është shumë i veçantë. Dëgjoj, unë do bëj një emision për Librazhdin, nuk është zbuluar Librazhdi. Librazhdi ka një klim fantastike. Se është buzlu, të mbaroj rruga njërë, se e shkatruar çdo gjë nga rruga. Masi të mbaroj, vër edhe Librazhdin aty. Po, shënova, kemi 6 deri tani. Unë mund të vëm fshat apo po, qytetet e fshatra. Qafa Bordolecit, Lëpusha është shumë e bukur. Përsëri lart në veri. Thethi pastaj që është. Valbona. Që nuk mund ta shmangëm dot. Kemi dhe një të fundit. Fish City. Fish City. Rozafa. Jam dakord. Fish City. Shpejt të dyve. Bir, raki apo ver? Ver. Bir, raki apo ver? Asnjëna. Kinema, teatr, opera apo galeri arti? Opera dhe teatr. Nuk e di opera. Gjergj? Teatr. Teatr. Hiking, biciklet apo makinë? Hiking. Biciklet. Biciklet. Pyetja e fundit, se ky është i martuar. A është Alma Çupi e dashuruar? Po. Ke qenë, je dhe vazhdon të je. Dhe do t'jem. Të nxit dashuria në bërjen mirë të punës? Absolutisht. Pa dashuri s'bëhet asgjë. E kuptova nga përgjigje, nga mënyra si të shkëlqyen syt. Faleminderit Alma Çupi. Mos ma bëna këtë pyetje. Po puja dhe lutës. Se s'ma lemo këtë pyetje. Sa herë ke qenë i dashuruar? Jo, as i moment nuk kam qenë i pa dashuruar. E bukur si përgjigje. As një moment. I dashuri intensive. Por dashuria vërtet do më plotësohet kur të kthehem te partia ime. Dashuri politike, nuk i ndaj. Faleminderit. Programin mund ta ndiqni në kanalin zyrtar në YouTube Luca Rozafa Fish City, në rrjetet sociale të Almës, të Gjergjit dhe timet. Faleminderit Alma dhe mos u lodhsh e mos u plak shkur. Faleminderit. Alma. Të gjithë bashkë. Danke, faleminderit. Danke.